Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të dashur shikues të Argon në Blu. Sot jemi zgjuar në qytetin e Vlorës me një kohë me rreshje shiu, po thuajse gjatë natës me intensitet të lartë, por fatmirësisht nuk kemi probleme me përmbytje. Tek tuk mund të ketë në këto rrugët që janë të dëmtuara, të pa asfaltuara dhe me që s'ka patur investime ndër vite, por që qyteti është zgjuar i qetë, ndërkohë ne do ndjekim pak parashikimin e motit se si do t'jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetet të tjera të vendit tonë dhe rikthehemi pas pak në studio. Ndoqën parashikimin e motit, Vlora do të jetë përfshirë nga rreshjet e shiut gjatë gjithë ditës, moti pa qëndrueshëm, por ne do të shkojmë në një hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio. Ndoqim hapësirën muzikore, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më shok jeni. Si jeni ju zonjë? Televizioni më i mirë, më i preferuar për mua. Faleminderit mos a bëj kaq shumë qefin që në mëngjes. Sa më shumë ashtu për popullin. Po. Edhe tani sa për temën nuk e baj më ndje, doja fisja po jo kaloj dje, për temën ndje e kisha. Ndërkohë e kishim për duhet më shumë kontroll nga prindrit për fëmijët, sepse me rastet që kemi. Duhet nga kush po dhe nga prindrit nga kush duhet. Po. Do filloj nga prindrit edukimi, pastaj në mësuesi, do bëj mësuesin edhe prindë edhe edukim. Do filloj nga mua njëre para që jam në shtëpi e pastaj në mësuesi. Duhet sa nëna, duhet sa më shumë. Po pse sot ndodh kjo gjë që më duket sikur ligjin në shtëpi e bëjnë fëmijët se sa prindrit? Jo, nuk ka lig, po e bëri fëmia ligjin sa e lere e mos e ga. Po. Si, të bin ligjin sa vend të vriten atë me si ka sa nëna? Jo, sa më shumë edukim. I jep një. Sa më shumë të futim në besim atje të besojnë edhe mos të bin nga ato gjëra. I jep një këshill këtyre prindërve të rinj për fëmijët. Tu jap një këshill që tu heqin telefonat, edhe mos të bin sherr në sita atyre të mësojnë se pasira e fëmijës e prindi. Po. Mos të japi fëmijës prindi ato telefoni direkt sa lind fëmia, vetë 2-3 muaj papi vë telefonin e bën punën. Ç'është edukatist ajo? Me thënë, këta japin telefonin fëmijës që të merr me telefonin, ndërkohë që mos vetëm aman mos qaj pa. Letë ba. Po çfarë edukate është që? Opa, fëmia, po çfarë, po pse do telefoni? Po pse do telefoni? Me se kemi riturne. Ku jetën telefonat neve? E vërtet që ka qenë kohë me vuajtje, me sakrifica, ndërkohë sot janë gjitha. Nuk duan telefona, në vend të telefoneve duan të bëjnë me fëmijë vata atje, në vend të lozit të argëtoj fëmijët e lozit, të tek një prave, ti këndon një ninu, po me telefon, edhe si ja prish, ja shënton, edhe turin ja garkon shumë. Që janë të nëna? Që nëna ja këto? Është e vërtet. Ndërkohë, ne sot kemi vendosur një temë, sa lek i duhen një familje për të kaluar muajin? Lek me thanëna i duhen, edhe moshës 3 njerë i duhen jatë të numrojnë nëna ti. Po. Unë nuk jam moshë 3 tamam, po avas atje jam. Ilazet, po. Ushqimi, po. Mirëmbajtja e jo ujë, jo drita, po. Në një besë të shqerosur, po. Po si s'duhen lekët? Lekët dora në drepish me në mëngjes. E prindër ti? Po, e përballon dot me këto çmime? Jo, nuk e përballojnë dot. Nuk e përballojnë dot. Janë çmime shumë të larta. Nga viti në vit duket sikur çmimet rriten, sado rriten edhe leku i njëjtë se çmimet rriten. Se thon dëgjojmë, ora ky leku nuk ka duk. Nuk ka duk me nëna jap ikës poli prindit të në shtëpi. Ka thua ik me 20.000 lekë, ik me dyqan. Thua që do marrish? Azjes merë. Si zjemë nëna si të dhjasi, njeriu që të gënjojmë, të bushemi me gënjestra, edhe të rrojmë me oba të i bin qefin qeveris. Po mirë, ka nga këta që i bëjnë qefin qeveris, mjaftojnë të rinë pa buk. Jo, nuk i bin qefin
shefin qeverisja më shumë se barku tim, ku vjen sa da duhet ha, nuk ha Edi Ramën, nuk sa da do ha buk. Sali Berisha nuk e ha së Edi Ramën. Edi Rama ha shti të tje, Sali unë nuk ha ata. Po, është e vërtet, por tani populli, e kemi thënë, nuk i njeh drejtat e veta, por... Populli i njeh, po populli nuk e ka në njësa, populli na e ka bën dele me vashte me kohë. Po. Asa të asë këtë pjesën që të vi nuk i dua thanë na. Ti çfarë? Po kush duhet të vi tani? Kush duhet i japi drejtim Shqipërisë? Atje të vi gjenerata jote thanë na. Por sikur infekt... Gjenerata jote nuk ka krije duhet me... Por, dakord janë, po sikur infektojnë edhe këta të rinjt. Të rinjt të vinë. Por, dakord janë, po sikur infektojnë, marrin ato mikrobet të këtyre edhe i marrin edhe këta... Shofemi tani ku të vend të gjejmë nga jashtë shtetit të sellim këtu. Po. Ti e do të komandoj një në shtëpi. Jam njëse si shtëpi, a të vjo të komandoj. Normal që duhet i dalim ne zot vendin ton, por është halli që... Dalim e thanë na, po kush na kanë hesa, ti dalim ja shokët e tu, edhe ata që nuk u kanë futur duart lirë në korupcion, ata duhet të vinë thanë na në krije. Po. Djemë të nana dhe me shkolla dhe me që kanë baruar jashtetit, po edhe brenda shtetit, nuk do të ka dalë një nan tani jashtetit, po ka dhe trima që ka bën nana këtu brenda shtetit. Po, të gjithë zgjedhin të ikin dhe nuk mos përballen me të vërtetën e realitetin. Po, pa i fshihin, more, dhe ashtu sot, unë sot tjeti mos votoj për ato, ti se ka kështu po ajstiri, more, ajstiri, a i shkri me rekë, se mos votoj për ato. E drejt është e drejt. Do votoj për këta gërmallat. Një vjen për të fshehur hallet e ti, tjetri për të buluar lumet e ti, edhe që mund pavu dhe rifrisit. Ka meri thonë në 150.000 e pension, sa do veshti? Meri më 150.000 e kurzro. Por të gjithë pensionistët janë të zgënjyrë, sepse u japin një bonus të vogël e mendojnë se hajde se... U japin stava si ajo leme në nësesër janë prave zaka të parat ato. Të pjapë sot jo të napish të jesh ingot për jam mot. Po, pra, po të gjej shumë edhe nga këta pesin që thonë, 100.000 lekë janë bollësh, lukse, mjafton për... Dëgjo, ata që thonë janë brumatistët e rehojës, ata vdekshin e mos dënshin me edhe 100 mos u hapi, mos i hanshin atë 100. Po. Por edhe janë servile ata në rehojës ata në na. Pra, vazhdojnë akoma të kalën pas. Ka jo, jashi s'ka për ti ku gjallë botë, këtu kalon rënjë të thella i... Lenini edhe Salini thanë na, edhe në Hoxha. Rëjnë të tela kanceri këtu e kemi. Pas kanë punuar fuqishëm ata, pas kanë punuar. Breza shumë breza, se o pema posu prete mëltore të arroje, se ato limon do bidas, po se preve të shartosh të bigë gjë tjetër arroje. Por gjësa historitë e komunizmit vazhdojnë e tregojnë, vazhdojnë çdo familje të trashëgo brez pas brezi. Jam një gato të persekutuarës, nuk dua të dëgjoj frimë komunizmit. Po. Frimë ndjalë. Pse? Se ja fukarallë ka selë të rjetën, vrasje, tani bëhet më keq akoma gatere. Dole ti gabi, po, të rregulloju ti të shtëpia ti të vendi. E drejt. Të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj një ditë të mbarë. Se pas do një të tepët më vjen, po vallaj mi ka barku edhe zëmra, ti uratën, të bëftë zotin barë, edhe griuni juve qeni të rinjë, e dilni zot, pa neve ka të rënduar për ne. Të uroj një ditë të mbarë, faleminderit. Rregulloni fëmijët të asmen tuaj, thënë na. Është e drejt, duhet të bëhen rinia për gjithë shqiptarët, duhet të bëhen bashkë. Thonë, Shqipëria nuk bëhet. Fëmijët nanat, nuk shohin nanat, i shohin në televizor, në kamera nanat, ishtë gjurnat, të bashkohen edhe ata të vinë në vëndin e thore se ishtë gjurnat. Unë shikoja që bëjen në protest kështu në atë kur këzatu saliu me këtë, e ti që apik në lotit, klaj për shpinë e ture. Po, thonë nuk bëhet Shqipëria, po Shqipëria bëhet, po duan... Jashi, kjo fjallit që thonë nuk bëhet, bëhet, çdo gjë që shë mund të bëhet, pse mund të bëhet. Janë mundësit, po mungon dëshira, the mund... për të patur... Ka dhënë zoti more djalë 24 orë, po thuaj se ngrohtësi. E dielli që pendon prapë Shqipëria është një vend i krohët, është një vend me ujë, është një vend, shtu të thonë që nuk ka më ku të vej. E kam lënë edhe kam matur në hale të Italisë, Gjermanisë, të Estados,
e humbin, e pinë droge, i kërkojnë, i kujt i gjynë nënat. Të vjen keq ku shikon fshatrat shkret, tokat papunuar, zë. Që vjen shkollat gubërzhia, shkollat dhe kopshtrat nga fëmijët, tani nuk shikon 4 fëmijët, të mi për vetëm besa dhe gjëren atje në plejt. Më shumë ka mësues në një shkollë në fshat se sa në zënës. Ja shi këtu kam përfituar mësusat që ka ti e hagja që sot mësusi shikojnë telefone dhe me rogën e ikën në shpi. Po të zësh morgjarë sa nëna dërto 24 roti që janë hallet bashkë me nëna. Vërtet, është vërtet. Hallet e shqiptarve nuk barojnë asnjëherë, do ditë, edhe muaj, edhe vite. Po, të uroj një ditë mbarë, zonjë, shumë faleminderit. Inshallah, uratën të kesh e ta prifte mbara mone djanë me këtë tem dhe me këtë gojë të ëmbël që ke uratën. Faleminderit shumë, një ditë mbarë. Dhe jam besimtare dhe të zëurat e nënës. Faleminderit shumë, edhe ju të jeni mirë. Ja numrin atje e ke folën. Pa tjetër, sa herë të duash mërtë për... E ke linjën të lirë në ekranin tonë. Faleminderit, ditë mbarë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i gjigam. Si jeni? Përshëndetje. Si jeni zgjuar sot? Gjithë të raportit për përshëndetje. Po. I salutoj. Pa tjetër. Ky është stacioni më i pastër që mund të trojë shqiptare. Që në Maqedoni, Kosovë, Tiranë, është stacioni më demokratik dhe më i lirë që mund të trojë shqiptare. Po. Është i pari stacion në historinë të 10 vjeçare. I pari stacion në historinë e Shqipërisë. Media duhet të jetë e lirë dhe e pavarur, po ndonjëherë. Po ik fol tek syri, E mirë, nëse tani. Flet vetëm Batona Gjiu, dhe syri flet vetëm zë titua, Batona Gjiu. Mos i ngatrojmë ekranet e tjera, ne. Vetë të pranojnë, mua si i dënuar politikë s'ke shans të vete të syri unë, nuk ka shans. Po kudo mund të shkosh. Vetëm Batona Gjiu, zëri Beogradit, a i flet. A dile jo? Po mi Batoni ikë në gjithë televizionet, jo vetëm atje. Po e di, po gjitha televizionet i ka Beogradi Aftina, të gjithë paguash. Të gjithë e këna Beogradi Aftina, marin pjorën. Po. Tani të pyes pak për temën, mos kalim të politika që më gjesë, tani s'mi ditë mbarë. Tani familjes për kaluar muajnë. Po. Do më thuash një gjë si gazetar, ka në i pensionist shqiptar, që me pensionist shqiptarit të vejnë të në pushime në Spanjë, në Maldive, ekziston? Jo. Që të vini italianë të këtë të këne. Nuk. Me pensionit të tyre jetojnë. Po thuaj se. E me vajza tona, 75 vjeqarët, ka do një shqiptar që të vejtë po i pushime me pensionin. Me sa di unë, jo, po ka dhe nga ata që thonë jemi të kënaqur. Jemi të Janë të lumtur. kënaqur dhe kanë vjedhur shtetin, janë patronazhistët, militantët ata, di me Po, gjithë. kam dëgjuar dhe pensionistë që marrin edhe 100. Një hotel atje me lekë të vjedhura. Edhe 200.000 lekë që merr një pensionist, ka thënë që janë. Kanë dhe shëngjin atje, që apo bërin të rërë edhur atje. Po. Ku shë ndërtojnë atë e kësort atje? Para të ku që janë ato që ndërtojnë shëngjin atje, po rrinin popullin atje. Pronar të tokës po i rrinin. Po, e pam dje në lajme. Janë para të politikanëve, këtu janë 3 banda kriminale që kanë kapur Shqipërinë, 3-4 banda. Banda terroriste. Po. Që po e masakrojnë të po kanë 80 vjetë. Janë të njëjtat fytyra. Ata që rrethuan Shqipërinë me tela me gjëmba, e kthyen në një çmendim të madh Shqipërinë, 3 milionë gjysmë të pacient, të smur. 3 milionë gjysmë të burgosur. Ata e kanë Shqipërinë prapë sot. Pjella e Ramizalis, Gramozluqër, ata i kanë, ata ka kapur gjithë Bregdeti. Shkojnë bilet, hotelet janë në Bregdet në Vlorë. Kush i ka, ti kush i ka? Po. Politika i ka. Ridvan Bote, se ka i Ministri Brëmshër, Besnik Mustafaraj, a i tjetri Fidelylli, i kanë gjithu i shtotit. Ata e kanë gjithë politikanët. Po pse më ka ishte lete pas janë ta sa të marrin Bregdetin e çfarë duan. Ata kanë kapur Bregdetin, jo zoti ikë në çdo hotel, në çdo ndërtim që është bërë, është politika shqiptare. Kanë vjedhur kopin duke ditur që kanë një kombë dele. Është një popull dele bakti. Po. Demonstrim nuk dali se saboton Sali Berisha, tjetër komunist. Gjërsa populli nuk reagon, politika do vazhdoj procedurën. Komunistit, prish pun komunistit, del komunistit tjetër, sekretari partisë. Që do me ka unë kam 35 vjetë s'kam votuar, 35 vjetë, s'kam dalë, që do dalu për të mbroj interesat e ajto të bloku Sali Berisha, të mbroj familje Sali Berisha, kam vjetu, kam vrare, qa nuk kam për Shqipëri. Mirë. Prandaj nuk del populli. Dakor, jam unë po... Unë duhet të dalë që
Ta lëm një ditë pushim politikën, flasim për temën, se edhe qytetarët mërzitën dhe thonë, kanë kaq vite politik, edhe në ëndra vetëm. Pensionistët kanë janë lëpsare, do të rojë pensionistët më të varfër në Europë e në botë. Po mimo, pensionistët e kanë vetë në dorë, ku vjen dita shkojnë votojnë, janë të kënaqur. Hajde të shkojnë bashkë. Janë të mure në trupi, këta i qëmënë, të një vjetë ta që losh me dru në kokë një person do të qëmëndet. Pensionistët tanë janë qëmëndur, janë të qëmëndur, janë batru kokë. Ankohen në media, pasaj... Po janë të qëmëndur, atë vetit jabë, u kam 30, e disa kam 20 vjetë s'ka votuar, për kokë të fëmive. Po. 20 vjetë s'ka votuar atë njerë. Që ku në më blokuan 85, s'votova mu. Normal është... Nuk votoj për këta pastat e Ndërogja, la Ramiz Ali e Ndërogja. Janë 3-4 banda. Janë po këzoj që erdhën oficerët e dashit, atë erdhën Tiranë. E shpreshtoj të arrestojnë Edvi Ramën. Edvi Ramën të jeri mekurat para 11 majtë. Por ti mendon... Edvi Ramën, Sali Berisha duhet në mbasekurave. Ti mendon se do arrestohet? Do shpresojmë zoti, Amerika po ta dojë Shqipërinë, vetëm të duhet po, të arrestojnë të tëre kokë, arrestojnë një rëbetët, e arrestojnë Sali Berisha dhe la prapë. E akuzonim se që love kokoshin e behu. Po i bje... Arrestoj për të me që ke bërë, për vrasjet ke bërë. I bje ka Rama radhën tani, apo jo? Po duhet arrestuar e Berisha, molla. Po mimo, kush e meriton të shkojë, kush ka shkelu ligjin të përbalen? Berisha është vrasës, Rama të pak të ka vjerur, ka bërë korupcion e drejt, po nuk ka vrarë njëri. Kjo ka vrarë njërë, molla. Mirë, nes mund të... Nuk mund të faktojmë do të se... Por e Sali Berisha me dhe pusët dhe Fred Beleri, obla, një që ka vrarë shqiptarët. Po të gjithë janë puthur ta me një tjetëri më. Dhe gjëja me bukur që ka bërë Edvi Rama, që themi e të mira që ka, paksin që bëri Edvi Rama, paksi patriotik që bëri me Kroaci, Kosovë, për bashkimin e ushtrisë, ishte një paks në gjigandës. Po. Unë për te përshëndes. është një paks patriotik. Bravo i të. E kuptoj. Dhe e dyta që qoj Pirovëgu, ishte një armik të Greqis. Gjithë do të do si armik, kush ishë armik i Serbis do të vetë në dhe, kush ishë armik i Greqis me do se në krye. Kush ishë armik Italis me do se në krye. Ka që shtetë pushtose të këne. Ti Serbi si Greku si Italiani. E kuptoj. Po do shqiptarit. Të falenderoj se duhet të vazhdojmë programin ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë dhe do të prapë nesër me këtë politikën që në orët e para të mëngjesit se fillon pasaj se janë lodhu njëzë me politikë vetëm Berisha, Rama, Meta, Rion Velia e tjerë. Por do të flasim pak, unë themë regjia më mirë shkojmë në hapësirë muzikore pas tyre telefonatave dhe rikthehemi sërish pak më energjik dhe të fuqishëm. Do që më hapësirë muzikore, në këtë doja të lexoja një koment që në vjen në faqen tonë në Facebook Blu Televizion, Maksim Miao, një person që merr rrogën mbi 2 milion lek të vjetra tregon të tjerëve se pensionistët që marrin 130.000 lek të vjetra nuk janë fukarej. Po si kur të ndërohen rolet, pensionistët të marrin mbi 2 milion lek të vjetra në muaj, dhe ata personat që marrin 130.000 lek të vjetra në muaj, çfarë do të thonë? Po, e drejtë është kjo. Hajde të ndërojmë mirë rolet, por kush i ndëron këto role, do të thuash se është shumë e vështirë për ata që marrin 2 milion lek të kthehen dhe të marrin 130.000 lek, nuk do përjetonin, nuk do duronin dot atë jetë që bën një pensionist me 130.000 lek që në rast të është i vetëm do duhet paguaj dritat, ujin apo dhe ilaçe, sepse kur fillon mosha që je në pension, fillon mosha 3, më sakt, fillojnë problemet, sëmundjet apo dhe më shumë shpenzon duke bler ilaçe se sa ti gëzosh ato lekët e pensionit. Por më pas fillojnë ushqimet që i duhen një pensionistit e të tjera gjëra. Pra, nuk dakord jam unë me Maksimin, por ja që nuk do t'jo gjë. Kur meteorologët parashikojnë rreshje me intensitet në orën e vijim në qytetin e Vlorës, pompat hidrovojë të qytetit nuk funksionojnë me kapacitet
maksimal, ndërkohë mësohet se prefekti i Qarkut ka zhvilluar një takim me përfaqësues të institucioneve përgjegjëse dhe ka kërkuar angazhim serioz për të shmangur situatat problematike që mund të shkaktohen nga moti i keq. E ndjekim pak kronikën realizuar nga kolegu ynë Armand Xhelili. Sinoptikanët kanë parashikuar rreshje me intensitet të lartë në qarkun e Vlorës. Për këtë, emergjencat civile në prefekturë kanë kërkuar angazhim maksimal nga ana e institucionit të bashkisë apo edhe institucioneve në varësi të bashkisë që të kenë një angazhim maksimal për pastrimin e kanaleve dhe kunetave. Ndërkohë që burime bëjnë me dije se hidrovori i qytetit të Vlorës nuk punon me kapacitet të plot. Për këtë është kërkuar një angazhim maksimal në mënyrë që të mos ketë probleme me përmbytjet në rrugët e qytetit të Vlorës. Pompat e hidrovorit të qytetit jo me kapacitet maksimal, sinoptikanët parashikojnë orët në vijim rreshje me intensitet në qytetin e Vlorës, ndërsa në kushtet aktuale hidrovori i qytetit nuk mund të përballojë një situatë të rënduar. Sipas informacioneve për Blu Televizion, mësohet se prefekti Platon Nesturi ka organizuar një mbledhje me të gjitha institucionet duke kërkuar nga këto të fundit angazhim dhe gatishmëri maksimale. Nga takimi me dyert të mbyllura mësohet se prefekti Nesturi ka vënë theksin tek një ndërhyrje sa më e shpejt për pastrimin e kanaleve dhe pusetave në qytet në mënyrë që të shmanget çdo situatë problematike që mund të krijohet edhe për shkak të rreshjeve të pritshme. Për këtë qëllim është kërkuar angazhimi maksimal nga institucionet dhe jo vetëm ato në varësi të Bashkisë Vlorë, por dhe vendosja në kapacitet maksimal e hidrovorit të qytetit. Aktualisht është rikthyer në funksion një pomp, ndërsa po punohet për vënje në funksion dhe të pompave të tjera. Ndërkohë në përmbytjet e 4 tetorit u konstatua se një ndër shkaqet ishte mos funksionimi me kapacitet të plot i hidrovorit të qytetit. Shpresojmë të vendosen në funksion në pompat e hidrovorit, se normal mos përjetojmë një 4 tetor kur pati përmbytje masive dhe dëmet shumëta në biznesa për banesa, por besoj se do të merren masa për restaurimin e këtyre pompave apo se zvendësimin, pse jo, duhen pompa të reja, besoj se që të punojmë me kapacitet të plot dhe mos të kemi përmbytje të tjera, se tashmë jemi mësuar me këto përmbytjet. Ndonjëherë rikthehemi si Venecia, mungon vetëm barkat. Por ne do shkojmë tek kalendari historik. Kalendari historik 27 mars. Në 1945, gjatë luftës së dytë botërore, fillon operacioni Starvation, ku minierat, portet detare dhe rrugët ajrore të Japonisë ju nënshtrohen bombardimeve masive nga ana e aviacionit ushtarak të SBA-s. Në 1963 lind në Quentin Tarantino. Tarantino, një regjisor dhe aktor amerikan, filmat e tij karakterizohen nga skenare tregimesh jo lineare, esteticizmi i dhunës, skena të gjera dialogu, referenca për kulturën popullore dhe larmi filmash të tjerë. Në 1968 vdes në moshën 34 vjeçare Yuri Gagarin. Gagarin, një pilot dhe kozmonaut i forcave ajrore sovjetike që u bë njeriu i parë që udhëtoi në hapësirën e jashtme duke arritur moment kryesor në garën hapësinore. Në 1977 ndodh aksidenti i aeroportit të Tenerifes. 2 avion përplasen në një pistë të mjegut në ishut Kanajre, duke vrarë 583 pasagjer, 61 të tjerë mbijetuan në fluturimin Pan Am. Ndoqëm kalendarin historik, ndërkohë do të shkojmë në një hapësirë muzikore dhe pas pak do të rikthehemi me i të ftuar në studio, regjiziorin Roland Minga.
Djem dezullues komedia amerikanit Neil Simon është ngjitur mbrëmjen e së premtes në skenën e Petro Marcos, duke çelur kështu sezonin e ri teatror në Vlorë. Me regji të Roland Mingës në interpretimin e Artan Islamit, Astrid Hasanit, Alba Shtëmbarit dhe Matilda Avdulit, shfaqja është ndjekur nga ardashës të shumë dronjat. Ecuria jetësore e dy njerëzve, kolega aktor, plot shkëlqim në rini, që takohen përsëri në një moshë madhore, ndërsa natyra e tyre e ndryshme njerëzore në vite ish mbushur nga talenti dhe suksesi i kohës. Ja pjeta. Si kaloni? Mirë, jemi takuar bashkë. O dikur në një teatr, po bënja 15 apo 20 vite. Po, diçka më kujtohet, më duket se jemi takuar në mbrapa skenës një teatri. Po. Një teatri ku kem më fare. Ska gjason. Komedia ka përcjell kështu mesazhe aktuale teksa jeta njerëzore të kujton se është plot me natyra dhe karaktere të tilla si në komedi, që kur vjen përballë në këto mosha bëhen sa serioze aq dhe komike. Sepse kam 50% të drejta në kësaj pjese. Mbaj 50% tëmë. Unë nga 50% im do të meja prenda. Ti të qyrë të qëshurje. Ka kona të edhe unë të hapi tan dhe do të hybrën. Por nuk do të hybjet. Do të hyb bashkë me avokatin tim. Nga Gjorgjet. Apo vajna të ka. Me skenografi të Drini Sheu dhe muzikë të Artur Dhamull, Djem dezullues ka ndriçuar jo pak skenën, ndërsa loja aktorëve është shoqëruar shpesh me duart trokitje. Komedia do të vijojë të shfaqet përgjatë fundjavës në Vlorë. Ja të jemi kthyer në studio dashur miq, dhe kemi ftuar Roland Minga, regjisorin e teatrit Petro Marko, më falni, ku së fundmi ka vendosur në skenë një komedin Djem të vezullues. Komedi me të një autori amerikan. Ti e fillove komedi që këtu, më përkesën direkt vëndin. Lapsus edhe ti si Po, edhe unë më ka. Po, kemi, mbaroj java e parë, si me të grupi i shfaqjeve të javës parë, të Djem vezullues, me dramaturgji të Neil Simon, dramaturg amerikan, jo sepse është amerikan dhe është i garantuar, por problemi është se dramaturgjia amerikane është me të vërtet e garantuar. Po pse zgjohet të komedi amerikane? Do me thënë sepse jemi në NATO. Jemi në NATO. Jemi në NATO. Shiko, komedit amerikane, në përgjithësi dramaturgjia amerikane është e thjesht në perceptim, është shumë e thjesht, është shumë praktike, nuk ka spekulime me thënë drejtën të karakterit filozofik, ajo filozofinë e ka në të tërën e saj, në momenti që atë e shikon, pasi ke mbaruar shfaqje ke kuptuar dhe filozofinë e shfaqjes. Dhe në këtë drejtim, shfaqjet amerikane ta japin këtë lloj komoditeti, i kam personazhet tok-tok, do me thënë gjithçka është aty, ata kanë një gjysë siç kemi ti dhe unë, dhe me anë të saj ai siguron dy elementë, siguron figuracionin, siguron emocionin dhe elementin e tërë edhe racionalitetin. Dhe në këtë drejtim të japin mundësi për të performuar mirë. Po, Landi, sa kohë është dashur sa punë është dashur për sjellë të komedi për të vendosur në teatrin Petro Markon? Shiko, koha ka qenë relativisht 2 muaj, diçka 1 ose 2 ditë më pak, 2 muaj, asnjëherë nuk është mjaft, asnjëherë dhe nuk është tepër. Kam përshtypjen që ndoshta duhet shkëputemi nga kjo, unë kam dëgjuar edhe në teatr kombëtar që për 40 ditë dalin premierat, ndërkohë që aktorët janë të impenjuar me gjëra të tjera dhe për 40 ditë unë nuk arrit do ta kuptoj se si mund të bëhet një premier. Aq më tepër një dramaturgji serioze. Megjithatë, kemi punuar komod. Flasim për këtu në Vlorë, kam punuar komod. Të punosh me 4 aktor dhe sidomos me aktor me eksperiencë, është me të vërtet një lehtësim në thonjza, do thosha, por është edhe një përgjegjësi njëkohësisht. Pra, nuk ka të bëj shumë ajo kohë zgjatja, se sa ka të bëj atmosfera që qëndron pas kësaj pune. Kjo është shumë e rëndësishme. Në këtë drejtim, puna ka proceduar normalisht, procesi provave tavolinës, procesi mizanskenimit dhe pastaj procesi miksimit dhe i daljes së shfaqjes. Do me thënë, ka kaluar në ato fazat normale të cilat unë për çfarë do lloj arsye nuk kam për t'i shkelur. Në këtë drejtim kam mbetur një shkollar skolastik, do me thënë i brenda atyre rregullave të shkollës dhe nuk besoj se do t'i heq ndonjëherë. Ja vleti përzgjedhja e aktorëve? Them se po, patjetër që po. Astrid Hasani, një aktor me eksperiencë tashmë, aktor ka qenë aktor i teatrit të Fierit, një nga aktorët kryesorë të teatrit të Fierit, aktor konkret, jo zakonisht konkret, aktor i ngrohtë,
aktori që të vihet në dispozicion as edhe një lloj paragjykimi, di ta sjell figurën tek vetja dhe pastaj të dy bashkë të ecin në drejtim të personazhit. Dhe në këtë drejtim ai më ka krijuar komoditet. Tani, Artan Islami, miku im, sfidues, nuk i pëlqen Tanit asnjëherë të udhtoj në ujëra të qeta. Gjithmonë shkëlqen me rolet. Jo vetëm, shiko, problemi është te guximi. Te guximi për të bërë diçka dhe te besimi për të bërë diçka. Pse them te besimi? Sepse ky besim në momentin që fillon përpunohet një rol, në këto flasim këto ujërat jo të qeta, rolet e vështira sigurisht që përpunon edhe mekanizmin. Dhe këtë Tani e ka. Artan Islami e ka mekanizmin për të goditur atje ku ndoshta të tjerë do të gjeni vështirësi. Pra i gjen mekanizmin për të shkuar tek një rol i vështirë, tek një rol ai ashtu quajtur i vështirë, sepse puna e aktorit është puna aktori gjithmonë. Aktori aktori ka drejtë ka detyrë të transformohet. Dhe kjo është pikërisht ky është roli që kishte Artan Islami ishte i vështirë, por që ja doli. Kishte arritur ta sillte personazhin. Shiko, ti ke qenë edhe spektator, por njëkohësisht je edhe një vlerësues, po e themi i kualifikuar sepse merresh me këtë punë. Po. Merresh me këtë punë dhe nëse ty të ka kënaqur, ti e ke parë 2 herë siç po them. Unë kam parë 2 herë dhe 2 herë kam qeshur, nuk jam mërzitur. Se ndodh që për herë dytë mund të ikësh në mes të shfaqjes, por edhe miq që solla ishin të kënaqur me komedinë. Kjo është do me thënë se kjo ma përkëdhel pak sedrën dhe më jep të drejtën të mendoj që po, ja kemi dalë. Gjitha tani është punë të menaxhuarit të kësaj shfaqje. Do të flisja një çike edhe për Alba Shtëmbarin. Po. Aktore e re në teatrin e Vlorës, sepse ka disa kohë që e ka mbaruar shkollën. Dhe ka patur eksperjenca në televizion, erdhi shumë natyrshëm midis 2 aktorëve me eksperiencë që detyra bëhet pa dashje, njeriu edhe mund të kompleksohet, por jo, Alba jo, nuk u kompleksua, absolutisht. Madje që ka qëndruar si e barabartë midis të barabartëve, dhe në këtë drejtim them se ka nxjerrë një figurë interesante Alba, një figurë interesante dhe të plotë. Matilda Avduli, sigurisht që ne e njohim në role karakteresh, personazh, është një ngjyrë e bukur me atë të qeshur që ka goditur. Me atë të qeshurën, me mënyrën se si komportohet në skenë në këtë. Se janë ca detaje që mbajnë mend tek aktorët që krijojnë. Po sigurisht, përgjithsisht rolet e karakterit mbeten të stampuar në memorien e njeriut, në memorien e spektatorit, me thënë drejtën. Dhe në këtë drejtim them se ishte e kompletuar pastaj vazhdonte ky kompletim ose filloi mbi bazën e këtij kompletimi me skenografinë e Drini Sheu. Një skenografi e vajtur në psikologjinë e personazhit, në varfërinë në të cilën, në thojza në të cilën jetonin ata, në varfërinë fizike, por në varfërinë në pasurinë shpirtërore. Dhe mendimi ka qenë, metafora ka qenë që neve ta sillim teatrit, mos t'i nxirrnim nga teatri këta. Kjo kanë edhe si më thën, nga ana psikologjike unë t'i trajtoja përsëri aktorët, edhe tani që janë në pension dhe që ishin jashtë xhiros. Prandaj i kisha vënë ata projektorët brenda, projektorët të cilët ata i komandonin vetë. Brenda shtëpisë ishte edhe teatri. Pra, unë i ndryshova zgjidhjen e autorit pikërisht për të dhënë mundësinë e një jete tjetër, cilësisht tjetër, pleqërore, por cilësore. Po. Dhe në vazhdimsi. Pra jeta e tyre vazhdon. Qoftë jeta artistike, qoftë edhe jeta sociale. Muzika e Artur Dhamos është një formulim muzikor, në cilën neve më së shumti kemi dashur të theksojmë atmosferën në të cilën ka njëjetuar psikologjikisht personazhet, pra atë atmosferën e musicalëve, duke theksuar 1 ose 2 momente emocional pastaj. Aty momentin ku ai ka ndier vetëm personazhi kryesor dhe momenti i sëmundjes. Por përgjithsisht kemi qëndruar ka patur unitet stilistikor në këtë gjë. Dhe
për ta mbajtur në atë natyrë muzikore, në natyrën e musicallit famshëm amerikan. Landi, si shpritur nga qytetarët e Vlorës që dita e premierës kjo komedi? Shiko, unë them gjithmonë që publiku pret mirë çdo gjë. Po. Publiku është i predispozuar, vjen në teatr i predispozuar, sidomos edhe kur niset edhe nga emrat, nuk kemi pse mos ta themi. Vjen i predispozuar për të parë sukses. Po. Ose për ta interpretuar çdo gjë si sukses. Problemi me spektatorin nuk është spektatori, problemi është spektatori jemi ne. Sa e trajtojmë ne me respekt spektatorin. Është shumë e rëndësishme që atë predispozit pozitive që ai ka për të na ndjekur neve në shfaqje, për të na pranuar suksesi, për të na pranuar çdo gjë që bëjmë, neve mos të spekulojmë. Neve të jemi gjithmonë në tonus, ne duhet të jemi gjithmonë të fortë, që t'ja përcjellim me sinqeritet shfaqjen publikut. Dhe unë them në këtë drejtim, kam përshtypjen se ne ja dolëm. Domethënë kemi qenë serioz në këtë përcjelljen e publikut dhe është pritur, unë kam dëgjuar edhe 1-2 intervista që më kanë befasuar në mënyrën se si në këndvështrimin që e kanë kapur ata spektatorët atë çfarë ju servir. Dhe në këtë drejtim them se e ka arritur qëllimin e vet. Përderisa çdo shfaqje ka një mënyrë në thonjza, nuk është shumë profesionale, një mënyrë të qeshuri. Pra kjo do të thotë që servirja e humorit për këtë lloj komedie është serviru në atë mënyrë dhe spektatori e pret atë mënyrë. Është një shfaqje që ka humor dhe ja vlen ta shikojnë. Unë e kam parë 2 herë dhe nuk më mërzita. Kështu që sugjeroj gjithë qytetarëve të Vlorës dhe ata që na ndjekin, sot ka shfaqje? Jo, sot nuk ka shfaqje, sot kemi ditën e teatrit. Sot ditën e teatrit, do të thonë dua ta presim me buqet me lule plot për nesër, ta festojmë nesër, pas nesër edhe të dielën. Pra këtë javë është shfaqja do ringjitet në skenë në ora 19. Landi, duket sikur pak janë shkëputur pak qytetarët, si nga arti, por edhe nga sporti. Pse tifozeria si në stadiume, por dhe ardarësit qytetarët cilët duan artin, çfarë kanë ndikuar këto vitet e fundit? Se më parë teatri sikur të mbushe, kishte interes më shumë, ndoshta largimet apo nuk e di, shiko, se jemi edhe në kohë fushata dhe mos bijem në politikë. Po, jo te politika, në politikë. Jo, s'ka gjë, pyetja është e drejtë. Pyetja është e drejtë, nuk është sepse ne vëmë re dhe neve. Shiko, unë kam përshtypjen do ta cek fare thjesht sepse është një temë që ndoshta kërkon një kohë më të gjatë për të shtjelluar. Unë them që heterogenizimi i destinacionit të teatrit është një nga shkaqet që ka shumë. Teatri është i predispozuar për të bërë teatr. Po. Duhet të jetë homogjen në këtë drejtim. Sigurisht shfaqjet e tjera, gjinit e tjera duhet të jenë, por janë gjini konsumatore. Teatri duhet të vërë teatr. Këtu duhet gjetur modalitet. Dhe në një farë mënyrë ne na ka ndodhur. Unë ndjej që gjithmonë ka patur një moment ngritje në këto gjinit e tjera, pastaj ajo gjinia tjetër ka ardhur duke shuar, por ka ndikuar tek ne. Po. Pra, po e filloj nga vetja. Një herë këtë. Në drejtim të unë personalisht, më vjen keq ta pranoj, jemi deficitar në drejtim të publicitetit, të shumë llojshmërisë së publicitetit. Jemi deficitar. Pastaj do të thosha në qoftë se ndikon kjo. Unë mbaj mend kjo spostimi demografik që the ti. Unë do ta quaj me politesë spostim demografik. Besoj se ndikon, sigurisht që ndikon. Dhe ka ikur, kush ka ikur jashtë për ato hallet e veta që do vi do kthehet një ditë, sepse pikërisht ata që ikin tani këta do kthehen të parët, sepse nuk është stres që ka ikur nga varfëria, ka ikur nga palumturia. Palumturia, që ndoshta. Duhet të jemi realistë. Ka shumë njerëz që kanë edhe ekonomi të mirë, thonë nuk ndihemi të lumtur. Kjo kam përshtypjen se kjo është akoma shoqëria shqiptare, akoma ne nuk jemi mësuar me këtë lloj, me këtë 30 vjet janë shumë pak, Ka vende të tjera që kanë 600 vjet edhe janë të tronditura psikologjikisht. Kështu që unë këtë e quaj pjesë të rritjes, nuk është kaq alarmante. Brezi ynë po evoluon në mënyrë alarmante. Neve po evoluojmë në mënyrë alarmante. Po edhe brezi i ri që duhet të vinë në teatr, ndërkohë janë të dhënë shumë pas rrjeteve sociale, më mirë në TikTok se sa të vi
tërpa një shfaqje edhe këtu do të mund të edukohet apo mund të marrë diçka të mirë. Pra edhe kjo pjesa tjetër, kjo pjesa e rrjeteve sociale në thojza armiku ynë që mundet pikërisht edhe këtu çalojmë, flas drejtim universitetit që ata armiq i kthejmë në platforma për të parashtruar gjërat tona. Për të parashtruar edhe duhet bërë në mënyrë më strategjike kjo. Rrjetet, shiko, janë organizuar edhe tani, unë pas bisedës me ju, unë do të shkoj në teatrin në qendër kulturore të fëmijëve. Ekzistojnë, por janë sporadike dhe nuk janë me bazament këto aktivitete. Aty do ketë një aktivitet për Shakespeare-in. Janë aktivitete që nuk e di se si bëhet. Pse sepse ishim këtë radhë me njëkohësisht me teatrin e të rinjve. Teatrin e të rinjve që organizuar nga Qendra Kulturore nga Genci, Gezdemire, drejtori i Qendrës Kulturore, po edhe nga Bashkia u organizua me shkollat e qytetit. Po shkollat e qytetit, shkollat e mesme. Ndodheshim nga njerë përballë mësuesve, të cilët nuk i lejonin nxënësit. Atëherë, shiko, unë kam dalë nga ajo shkollë. Po. Unë kam dalë nga, si me thënë, hapat e mia si artist, unë i kam patur në shkollë. Dhe ne ishim në thonjza të privilegjuarit e shkollës, 5-6 vjetë, 7 vjetë. Ata që merreshin si me sport dhe me art. Do të thënë tani, të thuash që po prisin procesin mësimor, është pash zotit. Kush pa prish procesin mësimor? Këta njerëz që nesër pas nesër ne do t'i kthejmë në mos aktor, janë spektator nxënësit, do bëhen spektator të kualifikuar, po, të shokëve të tyre, pjesa tjetër është aktor dhe nuk do vjen tek ajo thika, se doli problemi tek ajo vrasje që u bë atij fëmijës në Tiranë. Dhe e gjitha nuk e ka faj shkolla, e ka faj sistemi shkollor. Sepse unë i di, këtë gjithë kemi jashtë se nuk ja injekton teatrin apo diçka është teatri, është koncerti, është këtësimi. Po pra, është sporti. Në momentin që ne kemi qenë të zënë me këto gjëra. Nuk jam nga ata që jam nostalgjikë, me thënë drejtën. Por disa gjëra i ka patur të mira, sepse në me të njëjtën kohë este bota perëndimore, este dhe bota lindore. Pra, aktiviteti fizik nuk ka të bëj fare lidhje me komunizmin. Ka të bëj me edukimin e brendshëm të njeriut. Ishin disa gjëra që funksiononin, ishin etike. Funksiononin dhe bënin. Pra, ti i riu nuk sorollatej, nuk rinte, o do rinte me libra, o do kalonte kohën e lirë në mënyrë të kulturuar, ose do ishte këngëtar, aktor, instrumentist, valltar. Pra, ishte e zënë. Kishte ritëm çdo gjë. Se sot duket sikur ngec bën sa për inerci, si për pasat. Patjetër që unë them që duhet një koordinim midis Ministrisë së Arsimit, bashkive, nuk e di elementeve të tjerë të cilët Ministrisë Kulturës, të cilët të bëjnë këtë të shkojnë të gjithë në një njëjtin drejtim. Nuk kam pse përtojnë. Kjo është ka një mungesë dëshire, nuk bëhet këto gjëra bëhen sikur sa për procedurë, për thënë që e bëm. Nuk se është ajo dëshira, do bëjmë një aktivitet. Por ky aktivitet çfarë do nxjerrë në fund? Jo, nuk do të akuzoja deri këtu. Jo, nuk po them që të akuzojmë, po ka absolutisht, ti ke drejtë të thënë, je gazetar në këtë rast. Po unë nuk them që e bëj sa për procedurë. Problemi është që në momentin që ti e krijon një infrastrukturë caktuar, se nuk i bën dëm. Dëm teatri nuk do bën, nuk cënon procesi mësimor të jashtë. Do të thënë të gjithë shkollës 6 veta të cilët përjashtohen për një arsye madhore. Dhe në këtë drejtim them që mase do të kishte një koordinim, sepse iniciativa është e mrekullueshme. Iniciativa e Qendrës Kulturore të Vlorës është e mrekullueshme. Gjë e mirë, gjë e madhe. Sepse do na krijojë një bazament për spektatorin e ardhshëm dhe për mund dalin dhe aktorë të rinj, këngëtar apo aty ku kemi dalë, sepse e thash, aty kemi dalë, po. Dhe në këtë drejtim kjo është një iniciativë shumë e mirë. Pjesa tjetër, hallka tjetër, pra drejtoritë arsimore dhe drejtoritë e shkollave, qoftë edhe me ministrinë, duhet apo edhe me nuk e di kush i kanë varësi se këta janë varësi dyfishe, duhet të jenë më të koordinuar në këtë drejtim. Landi flasim për shfaqjen një thirrje e qytetarëve të Vlorës, përse do të vinë ta shikojnë komedinë dhe kur do të jetë nesër deri në çfarë? Po, atëherë djemt gazbor është nga dita e nesërme, të premte, shtunë e diel, pra data 28, 29, 30. Hajdeni sepse do të kaloni një mbrëmje që jo thjesht do t'ju japi të qeshurën, po do kuptoni edhe pse qeshti, duhet mësuar nga njëherë edhe pse qeshim. Dhe në këtë drejtim them do gjeni përballë aktor të cilët ju respektojnë çdo sedilje të teatrit, me seriozitetin dhe me përkushtimin që i kanë bërë shfaqjes.
Unë i ftoj. Ka dhe nga ta që do qenë vetën që ka pa në konflikt me në mik të vjetër, që s'kan folur ndër vite. Po, sigurisht, është edhe edukative. Do shta mund të pajtojnë duke parë. Jeta shumë e shkurtër, miqësia duhet vazhdoj. Një nga mesazhet e shfaqjes. Në këtë drejtim them që do ta gjeni veten shumë mirë. Keni përballë aktor shumë serioz, aktor me eksperiencë të gjatë dhe të cilët besojnë në këtë eksperiencë, besojnë në profesionin e tyre. Kështu që unë ju ftoj në ora 19 të çdo dite të fundjavës. Landi, të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese, jo në këtë shfaqje, por në vazhdimsinë tënde si regjisor. Por edhe si aktor. Faleminderit, mirë. Nuk më vjen mirë edhe si aktor. Ishim me Roland Minger, regjisorin e teatrit të Petro Marko. Ndërkohë ne do të shkojmë në një hapësirë muzikore. Dallgët e detit, moj vlore, bukuria e lezetit. Ndërkohë do të kalim pas kësaj hapësire muzikore të flasim të gjithë një shtëpi në Vlorë është kthyer në sfidë. Qiraja dhe shitja e banesave ka një rritje të theksuar, agjendat imobiliar flasin për mbi 30% rritje të çmimeve krahasuar me vitet e kaluara, si flasin këta agjendat imobiliar. Këta janë më të lumturit mund të themi, por të palumturit janë qytetarët e Vlorës, gjithë ata që kërkojnë të blejnë një shtëpi apo të marrë një shtëpi me qira, për shkak të çmimeve të larta, siç tha dhe kryeministri pas futjes në Bashkimin Evropian, blini shtëpi se do rriten shtëpi dhe nuk do blini shtëpi, do flini për jashtë pastaj. Ndjekim pak kronikën. Vlora po përballet me një krizë strehimi. Gjetja e një shtëpie qoftë me qira apo blerje është kthyer në një sfidë të vërtet për shumicën e qytetarëve. Kjo situatë po prek veçanërisht të rinj, çiftet e reja dhe familjet me të ardhura mesatare, të cilët nuk përballojnë dot çmimet e tregut të lirë. Në qytet ka një mungesë të madhe të apartamenteve me qira afat gjatë. Shumë prona përdoren për qira afat shkurtra apo ditore gjatë sezonit turistik dhe kjo po krijon boshllëk në treg për banorët që kërkojnë një shtëpi për të jetuar gjithë vitin. Agenti imobiliar Spartak Toza i thot për Blu Televizion se çmimet e qirave janë rritur me 30% krahasuar vitet e kaluara. Në vitet e fundit kemi patur një ngritje, pothuajse 2% të qirave. Aktualisht qiraja më e pakët që kemi është 300 euro dhe kjo është normale për rrogat që për njerëzit që punojnë këtu. Edhe kjo ndodh, është edhe ky një fenomen që ndodh tani kohët e fundit, u bë tashmë 2-3 vjet që është prapur, edhe sepse ata i marrin një kosto gjatë vitit dhe në peare punojnë me 50 euro dita, kështu që nxjerrin një farë diçka më shumë. Mirë, po kjo është logjike tani, se unë që marr një shtëpi, do ta marr për tërë vitin, jo për 8 muaj dhe pastaj të dal se apo me qira. Po, kjo është e pamundur, praktikisht e pamundur. Nuk kemi, tani, nuk bëhet fjalë për lungomare dhe skel, domethënë se e mirë kuptoj që janë zonat qendrore dhe do rritet çmimi. Por nuk kemi asnjë mundësi në periferi, domethënë që të blejmë një apartament për një që jeton këtu që do të ngry familje këtu, nuk e blen dot një apartament as periferi. Sepse shteti nuk na jep një mundësi dhe ato banesat sociale që ishin u mbaruan dhe ata tani s'ka më. Sipas tij, shumica e pronarëve nuk duan të lidhin kontrata afatgjata sepse presin fitime më të larta gjatë sezonit veror. Kjo i detyron qytetarët të kërkojnë në zona më të largëta ku dhe aty qirat janë në rritur. As blerja e një apartamenti nuk është zgjidhje për shumë banor, ndërsa ndërtimet e reja janë të shumta, çmimet nuk janë të përshtatshme për të ardhurat e qytetarëve. Është një disbalancë e madhe që qytetarët nuk e blejnë, duan të blejnë, por nuk blejnë dot. Shteti nuk po ndryen në asnjë lloj mekanizmi. U ka dhënë një far prioriteti atyre që janë në punë shteti. Po kjo është një pakicë e vogël tani. Do duan mundësinë edhe të rinj që se kanë një punë shteti, por kanë një punë normale ose një biznes. Kjo do ishte një politikë e bashkisë, domethënë që ndihmonte çiftet e reja dhe ata që kanë ndërmend të vazhdojnë një familje këtu. Për qytetarët e Vlorës tash është bërë pamundur të lëvizësh tani se kushdo që të blejë një apartament ose duhet të jetë ti ketë ato lek njanë se për një rrok pune është e vështirë të blesh një apartament se me pak ta shkon 1300 euro metri katror. Dhe ta gjesh me 1300. Sipas tij, këto banesa shpesh blihen nga emigrantët të huaj që i përdorin për pushime apo investitorë që i përdorin për të krijuar struktura Airbnb, ndërsa banorët vendas nuk arrin të marrin kredi të mjaftueshme për të blerë një shtëpi në qytet. Janë investitorë që blejnë për të rishitur ose për të punuar me qira. Këta ta ndryjnë në të që është prishja e këtij çmimit tregut se këta blejnë për të rishitur, normalisht për të rishitur me më shumë se normalisht ishte më pak. Ose i mbajnë aty të mbyllur për X vite si detyron asnjë ligj që këta të pagojnë një taks apo një gjë që t'i shesin, domethënë.
Edhe i punoj me Airbnb apo me qirafat gjatë. Kërkesa është në rritje, por blerja efektive është në rënje, sepse kanë kërkesë, ne kemi një listë gjatë që kërkojnë të blejnë. Mirë po ikin me një logjik me matematikë, të themi që investojnë tot lekë dhe presin që ky investim për 20 vite apo 25 vite t'i kthehet mbrapa. Mirë po kjo gjë nuk funksionon në Vlorë, domethënë se çmimi nuk e justifikon produktin. Nëse unë të banes e blej dhe ja me qira për 20 vjetë nuk më vinë të 20 lekë, nuk më kthehet investimi mbrapa. Dhe kjo përbër një problem, tani për shqitjen është bërë problem kjo tani, se shumë gjithat apartamentet që kemi në shqitje, rroga, do me thënë, rroga që marrin, pa e përmë që nuk e përvalojnë do të dhe kredi banka nuk i jep shifrën që ata kërkojnë. Banka jep shifrën që ajo e vlerëson atë pronë. Mirë po tregu ka lëvizur tani, nuk është më me 600 euro që e vlerëson banka metri katror. Me 600 euro që mas një pronë sot. Banka jep 600-620 euro për metër katror, jep çmim minimal. Sa tani çmimet tu janë me 1500, 1200. Në mungesë të politikave të qarta për strihimin social dhe përballueshmërinë e banesave, Vlora po përballet me një krizë që prek çdo ditë më shumë njerëz. Nëse nuk merren masa, rrezikojmë që qyteti të mbetet i paarritshëm për vetë banorët e tij. Dhe në fakt i paarritshëm po mbetën me këto çmime të larta, siç e tham, blini një shtëpi se heri 2030 do futemi në Europë edhe që mos e bijem në grop. Por ndërkohë ne duhet të falenderoj shumë të gjithë ndjekësit tanë që na ndjekin në faqen tonë Blu Televizion çdo ditë nga hëna në të premte, por gjithashtu ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit kudo që shkon sinjali Agon në Blu. Por dua t'ju përshëndes dhe t'ju uroj një ditë të mbarë, ndërkohë do të ndjekim parashikimin e yjeve, horoskopin dhe bashkë do të përshëndetem. Mirupafshim. Horoskopi datës 27 mars. Dashi. Pas një dite të rënduar më në fund, kjo enjte do t'ju gjej më të qetë. Duhet të kuptoni se çfarë duhet të bëni dhe se në cilën rrugë duhet të ecni, si në dashuri ashtu edhe në punë. Këshillohet që të reflektoni dhe t'i besoni vetëm instiktit. Në të kaluarën keni vepruar nxitimti dhe jeni penduar. Demi. Me kalimin e kohës do të merrni konfirmimet që prisnit. Do të ndjeni të rënë fizikisht me gjasa për shkak të ndonjë viroze të stinës. Në dashuri do të ketë momente tensioni, kështu që bëni kujdes dhe ruani qetësinë. Binjakët. Nëse nuk ndjeni të dashuruar dhe të rrethuar nga persona që ju vlerësojnë, ndjeni keq. Ndonse keni një karakter të fortë, keni nevojë për konfirmime. Kohëve të fundit jeni ndjerdisi vetëm në përballimin e problemeve të jetës, por ditët e fundjavës do të sjellin më shumë qetësi duke favorizuar takimet. Gaforia. Keni një personalitet të dyanshëm ku nga njëra anë pëlqeni të veproni dhe nga ana tjetër jeni dembel. Këshillohet që të qartësoni në orët në vijim, sidomos sa i takon ndjenjave, nëse vini req se diçka nuk shkon. Luani. Jeni treguar shumë shpesh kritik dhe autokritik, ndoshta për shkak se jeni shumë krenar dhe ambicioz. Kjo bën që të dukeni arrogant, por në fakt jeni vetëm të vendosur dhe besnik dhe as pak diplomatik. Mundohuni që të mos përsërisni të njëjta debate. Virgjëresha. Jeni mjaft konkret dhe nuk ndaleni kur para aparencës. Pëlqeni që të eksperimentoni dhe nuk ndikoni edhe nëse vlerësoni dikë, e bëni me sinqeritet. Në punë do të jeni mjaft të vendosur, ndërsa në sferën sentimentale do të ketë probleme. Peshorja. Nëse po sakrifikoni shumë në dashuri, këtë po e bëni pasi e dini sa vlen. Me njeriun e zemrës do të gjeni një kompromis me leverdi. Ata që janë vetëm do të jenë të rrethuar nga një klim pozitive. Në sferën profesionale, situata do të jetë mjaft pozitive, ku do të ndjeni teje të kënaqur. Akrepi. Kjo enjte nuk do të jetë shumë pozitive, ku këshillohet që të bëni gjërat më të domosdoshme pa u munduar. Prisni para se të hidheni në veprim. Shigjetari. Është një moment pozitiv nga pikpamja profesionale, por jo sa i takon ndjenjave. Nuk do të ketë tensione të pazgjidhshme, por diskutime dhe debate që do të shoqërojnë gjithë ditën. Britsjapi. Ky është një moment jo shumë pozitiv nga pikpamja ekonomike, ku bëni mirë që të hapni syt ndaj të papriturave me të cilat do të përballeni. Nga pikpamja sentimentale, situata do të jetë e favorshme.
Ujori. Kjo ente do të jetë mjaft e favorshme ku do të keni mundësi të sistemoni disa situata të cilat janë zbaritur gjatë, sidomos në sferën sentimentale. Nga pikpamja profesionale, ndonse parashikohet një moment pozitiv, nuk duhet i bëni gjërat nxitimthi. Peshqit. Nuk do të jetë një ditë as pak pozitive sa i takon sferës profesionale, ku nëse po jetoni një raport të rëndësishëm, mund të lindë dëshira për të tradhuar njeriun e zemrës. Nga pikpamja profesionale, është një moment i qëndrueshëm.